Forcat ajrore shqiptare kanë zhvilluar një stërvitje të përbashkët me misionin federal të Gardës Kombëtare Ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për furnizim të shpejtë dhe efikas me karburant. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, duke sjellë momente nga kjo stërvitje, ka vlerësuar partneritetin e ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, hap mundësi të reja për përgatitjen operacionale të trupave, reagim të menjëhershëm në kohë krize dhe ndërveprim të koordinuar me aleatët në terren. Nën kolonel Richard Blum, komandanti i ekuipazhit HC 130J, Combat King, tha se për forcat amerikane kjo ishte hera e parë që kryen një operacion të furnizimit me karburant në një zonë të përparuar. I can honestly say I've seen many militaries, including our own, and the Albanian military was absolutely professional, and we were so lucky to work with them. Nga ana tjetër, nën kolonel Ervin Buzi, komandanti forcës ajrore FARC, u shpreh se nëse misioni nuk lejohet shumë kohë për pritje, forcat ajrore ulen dhe furnizohen pa u ndaluar për të shkuar përsëri në zonat operacionale. Se misioni nuk lejon shumë kohë, nuk ka kohë për pritje, ne ulemi, furnizohemi pa ndaluar dhe shkojmë përsëri në zonën e operacioneve. Krijon vazhdimsi më të gjatë, më të madhe për të mbështetur operacionet të trupave tona. Dhe është një hap i rëndësishëm në bashkëpunim me aleatët tanë, sidomos aleatin amerikan në këtë rast, që jo vetëm që rrisim të kapacitet, por një ditë nëse gjendemi në të njëjtët teatër operacionesh luftimi, ne mund ta kryejmë këtë mision. Togir Fabio Bardo, komandant ekuipazhi i helikopterit UH-60 Black Hawk, nënvizoi se partnerët amerikan kanë qenë shumë bashkëpunues me forcat ajrore shqiptare gjatë gjithë kohës.